Po, në fakt është një fitore që pritej, por nga mënyra se si rodhën ngjarje Lili ishte paksa e vështirë, gjithë me emocione. Dhe vurare shumë njerëz të cilët e kishin më shumë interesin të shtuar tek Anglia me Serbinë se çfarë do ndodhte atje, sepse një skenar i mundshëm ishte që nëse do të kishte një barazim llogarit pastaj për ecurinë e ekipit tonë kombëtar do të ishin ndryshe. Megjithatë në pjesën e dytë pastaj pam që vëmendja duhet ishte më shumë edhe te kjo e jona, sepse në letër ishin diferencat shumë të mëdha mes dy skuadrave, Shqipërisë dhe Andorrës. Deri në momentin kur Shqipëria nuk ishte shënuar ende. Deri në momentin kur nuk ishte shënuar ende, Andorra tentoi që të na prishte punë, megjithatë kombëtarja shqiptare arriti që ta përballoj me shumë sukses dhe një urim shumë i veçantë për Aslanin, sepse gjithë menduan që aty do të kishte një lloj gabimi, sepse dëshira për shënuar Aslanin gjithmonë ndonjëherë është ai kalimi pak sipër traut portës, por dje ishte me këmbë të mbar. Ajo se çfarë ndodh, Shqipëria është tashmë e kualifikuar për në fazën play-off. Çfarë do që të ndodh në Air Albania apo edhe në Serbi kundër Letonisë me dy skuadrat, sido që të shkojnë ngjarje dhe nëse Shqipëria humb dhe nëse Serbia fiton, ne jemi një pikë përpara, kështu që ky është një kapitull i mbyllur dhe Shqipëria e shkroi historinë.